Kryeministri Edi Rama shpjegoi rëndësinë e pasaportës europiane, të cilën Partia Socialiste ka premtuar se do të jetë aksesueshme për shqiptarët brenda vitit 2030. Pasaporta europiane është status i ri për ty personalisht që sot ti je një shqiptar, je i huaj për BE-n, pavarësisht se je pjesë e një populli që është ndër më të vjetrit në Europë dhe që gjeografikisht banon më në zemër të Europës. Me marrjen e asaj pasaporte ti nuk do të jesh më i huaj në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria do të bëhet e madhe sa BE-ja dhe BE-ja do të bëhet e vogël sa Shqipëria. Kjo është pasaporta europiane, sqaroi Rama. Në vijim, Rama tha se nuk kemi të bëjmë me një simbolik, por rëndësinë e të jetuarit si qytetar i BE-s duke përfituar nga shërbimet shëndetësore, arsimore e të tjerë. Nëse je i huaj në BE, si huaj nuk je i barabartë me qytetarët e BE-s, ndërsa je me pasaportë europiane, je i barabartë me të gjithë qytetarët e BE-s. Studentët nuk do të paguajnë 10 fish, siç paguajnë sot, kur nuk janë qytetar të BE-s. Kanë të njëjtin akses në sistemin shëndetësor të Europës e të tjerë. Pra, kthehemi në qytetar të një hapësire shumë të madhe që nuk rrethohet më nga kufijtë e Shqipërisë, por të BE-s, tha Rama. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.